vreshtarëve vrastar. Atëherë Jezusi filloi t'u flasë në shembulltyra. Një njeri mbolli një vresht, e thuri me garë, e punoi shtryllusin, ndërtoi kullën, u la për gjysmë vreshtarëve dhe shkoi në le të huaj. Në kohën e duhur dërgoi shërbëtorin e vet të vreshtarët për të marrë prej tyre pjesën e vet të frytave të vreshtit. Ata e kapën e rrahën dhe nisën durdhatë. Ai prap dërgoi tek ata një tjetër shërbëtor, por edhe këtij t'ia hoqën dru krejë dhe e poshtëruan. Pastaj dërgoi edhe të tretin, këtë e vranë, çoi edhe shumë tjerë, edhe këta disa i rrahën e disa i vranë. Kishte vetëm edhe një djalin e vet të dëshirit. Të sprazmin ua dërgoi atë. Mendonte, do të ma nderojnë djalin. Por ata vreshtarët i thanë njëri tjetrit, ky është trashëgimtari. Ejani ta vrasim e neve do të na mbes trashëgimi. E kapën e vranë dhe hodhën jashtë vreshtit. Do të bëni tani zotëria i vreshtit, do të vijë e do të vrasë ata vreshtar e vreshtin do t'ua jap të tjerëve. Po a nuk e keni lexuar këtë fjalë në shkrimin shenjtë? Kuri që ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit, u bë guri i këndit. Kjo është vepër e Zotit, se mrekulli në sy tanë. Mendonin ta kapnin, por ndronin popullin. Mirë e morën vesh se Jezusi e kishte drejtuar këtë shëmbulltyr kundër tyre e lanë e shkuan. Pagimi i tatimit të Cezarit. Mandej ju dërguan disa prej farisenësh e Herodinash me qëllim që të zënë në fjalë. Këta erdhën e i thanë, Mësues, a dim se je njeri që flet të vërtetën, nuk je në kujdes për askënd, se ti nuk e merr parasysh pozitën që kanë njerëzit kur është puna të mësosh e të vërtetën ashtu si kërkon hyj të jetojmë. A është e lejueshme t'ia pagojmë Cezarit tatimin apo jo? Ai i t'ia japim apo të mos t'ia japim? Ai e hetoi drellin e tyre dhe u tha, pse po më sprovoni, ma bini ta shoh një denar. Ata i sollën. Ai i pyeti, e kuj është kjo fytyrë? E ky mbishkrim të Cezarit, ju përgjigjen ata. Jezusi ju përgjigji, çka i përket Cezarit, jepneni Cezarit, e çka i përket hyjit, jepneni hyjit. Ja la me gojë hapur. Ringjallja e të vdekurve. Saducejt që mësojnë se nuk ka ringjallje, erdhën dhe e pyetën, Mësues, Mojsiu shkroi për ne, pa vdiq vllai i ndokujt, le e lë gruan pa fëmijë, vllai i tij të martohet me gruan e tij e të lindë fëmijë, vllai i tij vet. Tashti ishin 7 vëllezër. I pari u martua dhe vdiq, por nuk la pasardhës. I dyti e mori atë e vdiq, por nuk la trashëgimtar. Por ashtu edhe i treti, asnjëri prej 7-ve nuk la trashëgimtar. Pastaj gjithëve vdiq edhe gruaja. Pas ringjalljes kur të ngjallen, gruaja e cili do të jetë, sepse të 7 e patën grua? Jezusi u përgjigji,
po a nuk jeni në gabim pse nuk e kuptoni shkrimin shenjt e pushtetin e hyjt, sepse kur njerëzit të ngjallen prej së vdekuri, as burrat s'do të marrin gra, as gratë burra, por do të jenë por si engjëj në qiell. Përsa mandej i përket çështjes së ringjalljes të të vdekurve, e nuk keni lexuar në librin e Mojsiut, në fragmentin mbi dukurinë e kachumës, se si i tha hyji: unë jam hyji i Abrahamit, hyji i Izakut dhe hyji i Jakobit. Hyji nuk është hyji i të vdekurve, por të gjallërve. Jemi shumë gabim. Me i malli urdhërim, jenë nga skribet që kishte dëgjuar ragatjen e tyre, duke parë se Jezusi ju përgjigji mirë, ju afrua dhe pyeti: cili urdhërim është i pari i të gjithë urdhërimeve? Jezusi ju përgjigji: i pari është: dëgjo Izrael, Zoti hyji ynë është një Zot i vetëm. Doje Zotin hyjin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde e me gjithë fuqinë tënde. Urdhri i dytë është: doje të afërmin tënd por si vetvetin. I treti është: me të mall se këta nuk janë. Skribi përgjigji: mirë fort mësues, përgjigje ashtu siç është e vërteta. Ai është i vetmi e pos tij s'ka tjetër. Të duash atë me gjithë zemër e me gjithë mendje, me gjithë fuqi, të duash të afërmin tënd por si vetveten. Vlen më shumë se të gjitha flitë e shkëmbimit e therrore. Jezusi duke parë se përgjigji me urti, i tha: nuk je larg prej mbretërisë së hyjut. Dhe askush s'pati me guzim të hyjë me në të regatje. Çështja e birit të Davidit. Kurse Jezusi, duke mësuar në tempull, bëri këtë pyetje: si mund të thonë skribët se Mesia është biri i Davidit, kur vetë Davidi, shëndritur prej Shpirtit Shenjtë, tha: a thua Zotit tim, rri në të djathtën time deri të vi armiqt e tu, shtroj të këmbët të tua. Vetë Davidi e quan atë Zot. Si është atëherë i biri? Masat e popullit e dëgjonin me kënaqësi mendimin e Jezusit mbi skribët. Mandej në mësimin e vet u thoshte: ruajuni prej skribëve, të cilët u pëlqen të shëtisin në petka të gjata, ti përshëndesin një tjetër me sheshe, në sheshe të zënë seli e para në sinagogat e kryet e vendit në gosti. Ata i përlajnë shtëpitë e vejushave e këndejkin se thonë urat të gjata. Këta do të gjykohen veçanërisht rrept. Dhuratat e vejushës skamnore. Pastaj u ul kundër ruall arkës e rrinte si populli qite para në arkë. Shumë pasnik qitnin shumë. Erdhi gjithashtu një vejush skamnore. Ajo qiti 2 lepta, domethënë në të katërtën të asit. Atëherë Jezusi i grishi nxënësit e vet dhe u tha: për të vërtetë po ju them, kjo vejush skamnore qiti më shumë se të gjithë të tjerët që qitën para në arkë, sepse të gjithë qitën prej tepricës, kurse kjo prej skamjes së vet qiti gjithçka pati, gjithë sa pati për jetesën e vet.